Përshëndetje, t'u tregojmë një mënyrë se si zilin iPhone-i ta ngrini volumin pa e shtypur, domethënë pa e lëvizur shigjetën lart e poshtë. Me buton, shkon te settings, te sounds and haptics. Si fillim do e bëjmë change with buttons on. Pastaj tani shkojmë te settings. Settings. Tirana. Notification. Sounds and haptics. Te sounds and haptics dhe Heading. e dëgjoni si ngrihet zilja, unë po shtyp tani butonin, sepse kam ndezur Change with buttons. On. Double tap to toggle setting. Kam ndezur change with buttons, po ta fikte unë, nuk e ngre dot me buton, do ta gjej te sound volume. Po unë kam ndezur këtë dhe e ul direkt me buton, ja. Bëni subscribe për më shumë video të tjera dhe mos harroni. Nëse keni pyetje mbi teknologjinë, mbi telefonat iPhone, si thonë, ose edhe Samsung, mund të shpjegoj diçka, mund të më pyesni dhe unë ju kthej përgjigje direkt. Online 1. Control center. Selected. Screen. Përshëndetje, t'u tregojmë një mënyrë se si zilin iPhone-i ta ngrini volumin pa e shtypur, domethënë pa e lëvizur shigjetën lart e poshtë. Me buton, shkon te settings, te sounds and haptics. Si fillim do e bëjmë change with buttons on. Pastaj tani shkojmë te settings. Settings. Tirana. Notification. Sounds and haptics. Te sounds and haptics dhe Heading. e dëgjoni si ngrihet zilja, unë po shtyp tani butonin, sepse kam ndezur Change with buttons. On. Double tap to toggle setting. Kam ndezur change with buttons, po ta fikte unë, nuk e ngre dot me buton, do ta gjej te sound volume. Po unë kam ndezur këtë dhe e ul direkt me buton, ja. Bëni subscribe për më shumë video të tjera dhe mos harroni. Nëse keni pyetje mbi teknologjinë, mbi telefonat iPhone, si thonë, ose edhe Samsung, mund të shpjegoj diçka, mund të më pyesni dhe unë ju kthej përgjigje direkt. Online 1. Control center. Selected. Screen.